Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shën Valentini vjen çdo 14 shkurt si një fest për të shprehur dashurinë, me gjeste të thjeshta por plot kuptim. Lulet dhe suvenirët mbeten simboli më i bukur i kësaj dite edhe në Gjirokastër, ku qytetarët zgjodhen ta festojnë me emocione duke përcjell pasion dhe përkushtim ndaj partnerëve. Qarku i Gjirokastrës po përgatitet për një vit të rëndësishëm për trashëgimin kulturore. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve ka planifikuar një sër projektesh restaurimi për monumentet historike për 2026-ën, ndërsa Drejtoria Rajonale do të nisë ndërhyrjet në disa objekte të degraduara, të cilat paraqesin rrezik për kalimtarët në qytetin e Gurt. 1,2 milion euro do të investohen nga buxheti i Bashkisë Finiqi gjatë vitit 2026 në 5 njësitë administrative të saj. Krahas këtij fondi priten investime shtesë edhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, kryesisht në infrastrukturën rrugore. Turi i miqësisë 2026 i gazetarëve shqiptar në kujdesin e Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë ka nisur nga Bashkia Dropull. Përfaqësues të medias nga disa vende të Ballkanit Perëndimor u mblodhën në Dervician në një takim që synon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe shkëmbimin e përvojave profesionale. Ju njohim tani më gjerësisht, Shën Valentini vjen çdo 14 shkurt si një ftesë për të shprehur dashurinë me gjeste të thjeshta, por plot kuptim. Lulet dhe suvenirët mbeten simboli më i bukur i kësaj dite edhe në Gjirokastër, ku qytetarët zgjedhin që ta festojnë me emocione duke përcjell pasion dhe përkushtim ndaj partnerëve. 14 shkurti njihet si dita e të dashuruarve, ku përveç dashurisë këtë ditë e bëjnë të veçantë edhe dhuratat që partnerët i shkëmbejnë me njëri tjetrin. Ndër dhuratat më kryesore të kësaj feste janë lulet apo simbolet me dedikime dashurie. Përveç buqetave nuk kanë munguar edhe kompozimet e ndryshme me arusha, me trëndafila të balsamosur, me punime të thata. Janë gjëra të bukura të veçanta, ndoshta kompozimet në formë zemre, me çokolata, me gjëra të ndryshme të cilat e personifikojnë pak më shumë këtë ditë. Është një ditë e bukur dhe e gëzuar për të gjithë, për sa i përket faktit që festojnë dashurinë në mes njëri tjetrit dhe festojnë në mënyrë shumë të bukur. Kështu që dashuri të kenë edhe t'ju dhurojnë sa më shumë, jo vetëm çdo ditë, por në çdo ditë të vitit njëri tjetrit. Gjithë ka me shkurtit ka filluar që në datën 11. Që në datën 11 të gjithë njerëzit kanë filluar bëjnë dhurata për dashuritë e zemrës, ndërsa sot duket që ka më shumë fluks se çdo ditë tjetër. Dhe duket që qyteti tonë është shumë i dashuruar. Më shumë kanë mbizotëruar plakat me shkrime, me simbolizime, unazat me shkrime, personalizime, gjëra të veçanta të cilat ne i bëjmë vetë këtu në dyqan. 14 shkurti, dita e Shën Valentinit, ka fituar gjithnjë më shumë popularitet si një ditë speciale për të dashuruarit. Para do të dhuroj dashurinë shpirtërore, pastaj një varse, një bruzilik, një unaz, urimi është për të shqiptarët. Akzoj Shën Valentinin, të kenë dashuri, harmoni në çift, edhe këtë familjes shëndetshme. Në këtë ditë të shënuar për Shën Valentinin, i vendosim një unaz floriri. Ju urojmë të gjithëve dashuri në këtë ditë të veçantë, Shën Valentinin. Çfarë dhuratë morët në këtë ditë të shënuar? Një unaz shumë të bukur, po nuk është vetëm sot Shën Valentin, është gjithë tjetër. Juve çfarë dhuruat? Një varse do të dhuroj. Edhe pse festohet kryesisht nga të dashuruarit, 14 shkurti është bërë dita për të shprehur dashurinë dhe vlerësimin për njerëzit e afërt në jetën tonë. Në ditën e Shën Valentinit, kushtuar dashurisë dhe përkujdesjes ndaj njëri tjetrit, kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale një imazh simbolik nga banjat e Bënjës, ku një zemë reformuar me tullumbace të kuqe spikaste mes peizazhit natyror. Postimi ndërthur simbolikën e dashurisë me promovimin e një prej destinacioneve më të njohura natyrore në jug të vendit. Ujërat termale të Bënjës janë nënshtruar ndër vite ndërhyrjeve rikualifikuese për përmirësimin e shërbimeve dhe peizazhit të qëndrueshëm. Burimet termale ndodhen rreth 14 kilometra larg qytetit të Përmetit, në njësinë administrative Petran, vetëm 3 kilometra nga pika ku lumi Vjosa bashkohet me përojën e Langaricës. Të hapura në natyrë, këto burime dallohen për temperaturën që varion nga 26 deri në 32 gradë Celsius. Zona ofron një përzierje të veçantë mes natyrës së paprekur, historisë dhe aventurës.
Krahas banjave termale, vizitorët mund të eksplorojnë edhe kanionin e Lëngëricës, si dhe urën e Kadiut, monument kulture, që i shtojnë vlerën trashëgimisë së zonës. Shën Valentini i këtij viti solli jo vetëm simbolikën e dashurisë, por edhe një promovim të natyrës shqiptare. Në rrugicat me kaldram dhe në çadrat e kuqe të një dite shkurti, Gjirokastra u mbush me buzëqeshje, përqafime dhe surpriza të vogla që flasin gjuhën e zemrës. Një tullumbace në formë zemre, një tuf lulesh, një foto e realizuar në çastin e duhur, mjaftuan për ta kthyer qytetin në një skenë emocionesh të sinqerta. Momente nga kjo atmosferë u ndan nga kryetari i Bashkisë Flamur Golemi përmes një videoje në rrjetet sociale, duke uruar të gjithë qytetarët dhe duke ndarë me ta gëzimin dhe ngrohtësinë që përjetuan çiftet gjatë kësaj dite dhe ngrohtësinë që përjetoi qyteti në ditën e të dashuruarve. Shën Valentini në Gjirokastër nuk ishte thjesht një festë të dhuratash, por një kujtesë se dashuria jeton në gjestet e vogla, në surprizat e papritura dhe në emocionet që bashkojnë njerëzit. Në qytetin e Gurt, kjo ditë mori ngjyrën e kuqe të zemrës dhe tingullin e hapave që ecin krah për krah. Qarku i Gjirokastrës po përgatitet për një vit të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve ka planifikuar një sër projektesh restaurimi për monumentet historike për gjatë vitit 2026. Ndërsa Drejtoria Rajonale do të nisë ndërhyrjet në disa objekte të degraduara në qytet, të cilat paraqesin rrezikshmëri të lartë për kalimtarët. Për mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore në qarkun e Gjirokastrës, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve ka planifikuar disa projekte të rëndësishme për vitin 2026. Ndër projektet kryesore janë restaurimi i qesë së Koshtanit, monument kulture i kategorisë së parë në Memaliaj, restaurimi i kalas së Gjirokastrës, kishës së Leklit në Përmet e të tjerë, me synim parandalimin e dëmtimit të mëtejshëm të tyre. Kuadër të planit të vitit 2026 të hartuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore e Gjirokastër është duke hartuar disa projekte të rëndësishme në fushën e ruajtjes të monumenteve të kulturës. Konkretisht doja të përmendja që nga Instituti Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore do të fillojë restaurimi i qesë të Koshtanit, monument kulture kategorisë së parë, ndodhur në bashkim me Memaliaj. Gjithashtu është duke hartuar projekte për një restaurim dhe konservim të kalas të Gjirokastrës, pasi duke qenë siti më i vizituar i trashëgimisë kulturore për vitin 2025 apo dhe më përpara, ka nevojë për mirëmbajtje dhe konservime të vazhdueshme. Në kuadër të këtyre ndërhyrjeve janë duke u marrë masat për fillimin e ndërhyrjes në kishën e Leklit, e cila vitin e kaluar postoi një fatkeqësi natyrore duke u djegur pjesa e qatisë së saj, apo dhe manastiret e zonës së Dropullit, po jo vetëm të zonës së Dropullit, po gjithë luginës të Drinos do të illustrojnë projekteve të ndryshme të restaurimit apo konservimit. Gjithashtu, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër po merr masa për ndërhyrje emergjente në disa objekte monument kulture në qytetin e Gjirokastrës, që janë të degraduara dhe paraqesin rrezik për kalimtarët. Gjithashtu, duhet të përmend faktin që Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore e Gjirokastër është duke marrë masa për ndërhyrje emergjenca apo shpëtimi në disa prej objekteve monument kulture në qendrën historike të qytetit Gjirokastrës, të cilat janë të degraduara dhe mund të shkaktojnë dhe rrezik për banorët. Këto iniciativa dhe ndërhyrje synojnë ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në qarkun e Gjirokastrës, duke garantuar që monumentet historike të jenë të mirëmbajtura dhe të ruajtura për brezat që vijnë. Për të shmangur situatat problematike gjatë ditëve me rreshje intensive, Bashkia Dropull do të nisë së shpejti ndërhyrjet rehabilituese në 19 rezervuaret që kanë në jurisdiksion. Qëllimi i këtyre ndërhyrjeve, sipas drejtorit të bujqësisë Grigor Dushi, është përmirësimi i infrastrukturës së këtyre veprave ujore që shërbejnë në sektorin e bujqësisë. Bashkia Dropull ka nisur përgatitjet për të parandaluar problematikat nga përmbytjet gjatë ditëve me rreshje intensive. Në këtë kuadër po bëhet evidentimi 19 rezervuareve që ndodhen në territorin e saj, të cilat më pas do të rehabilitohen për të siguruar funksionimin e tyre gjatë ditëve me prurje të shumta për shkak të rreshjeve. Do të bëhet një vlerësim i gjendjes ekzistuese të rezervuareve dhe do të paraqitet situata në gjendjet emergjente që duhet ndërhyrë për të bërë riparimet
e nevojshme që këto rezervuar të mos na sjellin pasoja të dëmshme. Kështu që neve jemi duke bërë materialin dhe do ta përpilojmë duke përcaktuar dhe pikat më të nxehta, më strategjike për të ndërhyrë për të bërë riparimet e tyre. Siç dihet, në qarkun e Gjirokastës liqeni i Pepelit është ndër liqenet më të mëdha dhe në rang kombëtar përfshihet në digat e mëdha, për shkak sepse gjatë kësaj periudhe ka patur disa rrjedhje ose ka patur dëmtime. Bashkia Dropull ka ndërhyrë nëpërmjet një projekti për të bërë rehabilitimin e këtij liqeni. Gjithashtu, autoritetet lokale do të nisin pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve kulluese për të shmangur përmbytjet në zonat rurale dhe jo vetëm. Është bërë një projekt dhe po ndërhyet për të bërë pastrimin e kanalit ushqyes së digës së Pepelit, Ajori Pepel, dhe kanalit të Vaditës që del nga liqeni i Pepelit. Këto janë problemet emergjente të cilat neve i kemi pasqyruar dhe do të ndërhyjmë për të bërë përmirësimin e situatës. Këto ndërhyrje dhe pastrime synojnë jo vetëm parandalimin e përmbytjeve, por edhe sigurimin e tokave bujqësore dhe sigurinë e banorëve gjatë gjithë sezonit të reshjeve. 1.2 milion euro do të investohen nga buxheti i Bashkisë Finiq për gjatë vitit 2026 në 5 njësitë administrative të saj. Krahas këtij fondi, priten edhe investime shtesë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, kryesisht në infrastrukturën rrugore. Bashkia e Finiqit ka në jurisdiksion 58 fshatra dhe rreth gjysma e tyre shtrihen në zona malore, çka e bën të domosdoshëm fokusin tek përmirësimi i aksesit dhe infrastrukturës. Bashkia e Finiqit është strukturuar në 5 njësi administrative me 58 fshatra. Gjysmat e fshatrave janë të relevit malor me probleme të theksuara në infrastrukturën rrugore, çka do thotë se në investimet e vitit 2026 duhet përfshirën investime në këtë sektor. Këshilli Bashkiak i Finiqit aprovoi me unanimitet buxhetin e vitit 2026, mirëpo në mbledhjet e ardhshme të muajit shkurt e në vijim do të detajohen investimet që do të kryejë Bashkia e Finiqit në çdo njësi administrative. Këshilli i Bashkisë ka bërë një shpërndarje të fondave në çdo njësi administrative. Këshilli Bashkiak i Bashkisë Finiq ka miratuar me 100% të votave buxhetin e vitit 2026. Ky buxhet është buxheti më i madh për ngatërkushtit ekonomik nga të gjithë buxhetet e deri tanishme të kësaj njësie vendore. Buxheti parashikon pa fondet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit rreth 4.5 milion euro, duke zbritur shpenzimet për rrogat dhe shpenzimet e tjera për mirëfunksionimin e bashkisë, rreth 1.2 milion euro do të shpenzohen për investime, plus 20 milion lek ose sa euro bëjnë për ndërhyrje të brendshme në rrjetin rrugor të fshatrave. Këto fonde janë shpërndarë për të gjitha njësitë administrative, ku me projekte është përcaktuar dhe do të investohen dhe do të realizohen ndërhyrje në segmente të përcaktuara rrugore. Për vitin buxhetor në vijim pritet përmirësimi i rrjetit të usjellësit. Është parashikuar që me fondet e papërfshira në këtë buxhet të mbarojë edhe faza e dytë e plotësimit të investimit për ujin e pishëm, sepse deri tani uji i pishëm ka vajtur nëpër depo, por rrjeti i brendshëm nëpër fshatra nuk është realizuar akoma në shumicën e tyre. Ndërsa nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit pritet përmirësimi i infrastrukturës rrugore në fshatrat malor. Ky buxhet nuk përfshin fondet që parashikojmë të thithim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që në pjesën tërmuese të tyre parashikojnë fonde për realizimin e infrastrukturës rrugore, sidomos të njëjës nga në njësinë administrative të Livadias dhe të Divrit për lidhjen e këtyre fshatrave aty, dhe besojmë që do të realizojmë sepse janë depozituar dokumentet edhe presim miratimin e tyre nga qeveria.
Një ndihmë të veçantë për përmirësimin e infrastrukturës në bashkinë e Finikit japin edhe shoqatat e migrantëve me banim në Greqi. Turi miqësisë 2026 i gazetarëve shqiptarë në kujdesin e Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë ka nisur nga Bashkia Dropull. Përfaqësues të medias nga disa vende të Ballkanit u mblodhën në Dervician në një takim që synon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe shkëmbimin e përvojave profesionale. Sheshi Konstantinos Mitsotakis dhe Pallati i Kulturës në Dervician të Dropullit ishin dëshmitar të takimit të miqësisë nga disa vende të Ballkanit Perëndimor. Koordinatori i aktiviteteve pranë Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë shpreh për televizionin publik arsyeën dhe qëllimin e vizitës së tyre në një fshat minoritar. Dita e miqësisë së gazetarëve shqiptar ka u thuar nga Elbasani 16 vjet më parë, ka qenë në çdo qytet të Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoni, në Preshevë. Sot jemi në Dropull. Kjo është dita e parë e aktivitetit të Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Janë gazetarë nga të 12 qarqet e Shqipërisë, reporter, janë bashkëpunëtor nga Greqia që kanë ardhur, kemi nga gazetarë nga Presheva, gazetarë nga Kosova, gazetarë nga Maqedonia, sepse vetë emri Unioni i Gazetarëve Shqiptar presupozon që një mishtrirë në të gjithë rajonin shqipfolës të Ballkanit, por këtu nuk përjashtohen dhe kolegët tanë të komsive të tjera. E nisëm në Dropull për faktin që është një bashki minoritare, për të dhënë mesazhin që më shumë gjëra na bashkojnë se na ndajnë, dhe udhimi jonë do të vazhdojë nesër në Sarand, në Butrind dhe në Himar. Ky aktivitet bëhet së bashku me shoqatën Rese Ignatia, e cila administron aktivitetin. Dhe mesazhi jonë është për shkëmbim përvoje mes kolegësh, miqësi të reja, forcojmë dhe solidarizojmë Unionin e Gazetarëve Shqiptar, që jemi organizata më e madhe në Shqipëri. Ndërsa kolegë e ardhur nga Prishtina, gazetare pranë Radio Televizionit Kosova, ndihet e surprizuar nga mikpritja dropullite. Vim nga Prishtina, nga Kosova, dhe kemi marrë me vete një pjesë Kosove për ta përcjellë në Dropull. Për mua personalisht hera e parë në Dropull, në zonën për rreth kam qenë edhe sa herë, por interesante, erdhëm për para një gjysmore dhe po marrim jo veç rrezë dielli, por edhe ngrohtësi që gjetëm në Dropull. Interesant vërtet. Përshtypjet e para? Po them që ngrohtësia, ajo që na karakterizon në përgjithësinë neve si popull shqiptar është kjo miqësia, ngrohtësia, mikpritja është shumë e veçantë dhe këtë e hasëm qysh me të hyrë në Dropull. Drejtuesit vendor kishin organizuar një pritje tradicionale për miq gazetar, vizitë në Galerinë e Arteve Figurative me veprat e artistëve dropullit, si dhe promovimin e folklorit të zonës me grupe nga Derviciani dhe Selo. Sot jemi të nderuar keni bashkinë tonë në Dropull, midis nesh ndodhen gazetar nga hapësira e Ballkanit Perëndimor. Këtu që janë midis nesh, ato do shikojnë nga afër, do shijojnë dhe do vlerësojnë kulturën tonë, qytetarin tonë dhe identitetin e minoritetit grek në Shqipëri. Kryetari i Unionit të Gazetarëve zoti Aleksandër Cipa dhe kryetari i shoqatës Rese Ignatia, zoti Gjim Vila, shkëmbyen dhurata me kryetarin e Bashkisë së Dropullit zotin Panajot Dhefto. Qytetarët Sarandiot në nevojë prej 9 vitesh po marrin shërbim juridik falas. Çështjet më të shpeshta janë pensionet, dhuna apo urdhrat e mbrojtjes. Shërbimi funksionon fal dhomës së avokatëve dhe organizatave të autorizuara nga shteti. Shërbimi juridik falas i garantuar dhe financuar nga shteti është një realitet që funksionon prej 9 vitesh tashmë. Dhoma vendore avokatisë në Sarand shërben si rregullatore e funksionimit të këtij ligji, për të cilin kryetari Merdan Nora thotë se u vjen në ndihmë atyre individëve që janë pjesë e kategorive vulnerabël. Ndihma juridike e garantuar nga shteti presupozon faktin që nëse shtetas të ndryshëm nuk kanë mundësi financiare për të përballuar shpenzimet gjyqësore, nuk kanë njohuritë e nevojshme juridike për të bërë procedurat për sa i përket fillimit të një procesi gjyqësor, qoftë administrativ, qoftë civil, ose ndoshta edhe penal, se funksionon edhe në gjykimet penale, i ofron ndihmën dhe përfaqësimin e mbulon shpenzimet shtetit shqiptar. Në praktikën gjyqësore, të gjithë i drejtohen një juristi apo një avokati për të zgjidhur problematikën e tyre ligjore, ndërsa për individët me pamundësi ekonomike për të paguar këtë shërbim e marrin falas. Një person i cili përfiton ndihmë juridike e falas në radhë të parë do ketë që nuk e mbulon dot me shpenzime me të ardhura.
dhe i drejtohet gjykatës. Gjykata merr një vendim të ndërmjetëm, pasi shërton një seri dokumentacioni, i cili është një formular që plotësohet te kancelaria e gjykatës dhe e merr në shqyrtim një gjyqtar në dhomën e këshillimit. Problematika e pensioneve, rastet e ushtrimit të dhunës apo kërkesat për urdhër mbrojtjeje janë çështjet më të shpeshta ku është kërkuar dhe është dhënë ndihmë juridike falas për kategori që përfitojnë nga ligji i përkatës, sipas Merdan Norës, kreu të dhomës vendore të avokatëve në Sarand. Zakonisht vinë shumë pensionistë të cilët mund të kenë konflikte, ndihmë juridike falas u zhvillon zakonisht persona të cilët kanë ushtruar, kanë kryer vepra penale të dhunës në familje, ose persona të cilët kërkojnë një urdhër mbrojtje dhe nuk kanë mundësi financiare për të përballuar shpenzimet gjyqësore. Por nuk ka një tregues fiks ose nuk kemi një të dhëna ose statistik të qartë që mund të them që më shumë prevalon, më shumë përfaqësojnë vendimin juridike për çështje civile ose çështje penale. Kjo nuk është ose në sakt nuk është evidentuar me saktësi, por gjithsesi ka të një gamë të gjerë. Ndihma juridike falas ofrohet gjithashtu edhe nga organizata jo fitimprurse, të cilat janë autorizuar të japin autorizimin për të dhënë ndihmë juridike parësore, të garantuar nga shteti sipas ligjit të vitit 2017. Në një qytet muze si Gjirokastra, ku vizitorët shtohen jo vetëm në qendrat urbane, por edhe në zonat malore, rreziku në terrenet të thepisura mbetet i pranishëm. Në këto kushte, ndërhyrja për shpëtimin e jetëve bëhet një sfidë që kërkon profesionalizëm dhe përgatitje të lartë. Pikërisht për këtë arsye, efektivët e drejtorisë MZSH-s në Gjirokastër zhvilluan një trajnim të përbashkët me grupin e kërkim shpëtimit malor pranë Federatës Shqiptare të Alpinizmit. Në fokus ishte koordinimi në operacionet e kërkim shpëtimit në male, aty ku çdo minutë mund të jetë vendimtare. Nga përdorimi i pajisjeve speciale, tek teknikat e ngjitjes, zbritjes dhe sigurimit militar, trajnimi synoi rritjen e kadijshmërisë për ndërhyrje në situata emergjente. Përtej uniformës dhe mjeteve, është përkushtimi për të shpëtuar jetë, ai që i çon këto ekipe drejt terreneve më të rrezikshme, duke dëshmuar se shërbimi zjarfikës mbetet një hallk kyçe e sigurisë për qytetarët dhe vizitorët e Gjirokastrës. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.